Të nderuar dhe të respektuar besimtar, vëllezër dhe motra. Në radhë kemi suratu Shuara, surja me emrin Shuara që e ka kuptimin poetët. Një sure mekase përbër prej 227 ajeteve. Është interesant fakti që Allahu Gjelleshanu ka emërtuar një sure në Kuranin famëlart me emrin poetët, duke nënkuptuar ndikimin e madh që poetët dhe poezia kanë pasur para ardhjes së Islamit në gadishullin arabik, por gjithashtu edhe gjatë shpalljes së Kuranit famëlart, lufta e parë që do t'ju hapte Kuranit famëlart përveç mohimit do të ishte edhe poezia. Kjo për vetë faktin të dashur besimtar, sepse Allahu Gjelleshanu në ligjin e tij universal që ka shpallur profetët në popuj të ndryshëm, i ka shpallur ata profetë dhe u ka dhënë atyre mrekulli, të cilat këto mrekulli në pamjen e jashtme tek njerëzit ku këto profetë dërgoheshin, ato mrekulli ishin në kulminacionin e tyre, apo një fenomen ishte në kulminacionin e tij që ishte i përhapur në popull. Për shembull, në kohën e Musait alayhis salatu wassalam, paqja e Zotit qoftë mbi të, ishte e përhapur magjia në masë të madhe në popull. Dhe profeti alayhis salatu wassalam i dërgon këtij populli Musain alayhis salam së bashku me një mrekulli që ishte përtej magjisë. Saqë edhe kur magjistarët më të mëdhej do të përballeshin me Musain alayhis salam, do të thonin që kjo nuk është magji, por është vetëm një mrekulli e Allahu Xhaleshanu. Në kohën e Isait alayhis salam ishte e përhapur mjekësia në kulminacionin e saj, por Allahu do t'i japi mrekulli Isait alayhis salam aq sa të ringjallit të vdekurit, që sado të përparoj shkenca e mjekësisë, këtë gjë nuk mund të arrijë. Dhe të gjitha këto Allahu prej urtësisë dhe mëshirës së tij, për t'i bindur njerëzit që të besojnë në rrugën e vërtet, i ka shpallur bashkë me profetët edhe mrekulli që të konkuronin apo të mbizotëronin mbi atë fenomen të përhapur në shoqërinë ku këta profetë dërgoheshin. Edhe Muhamedi alayhis salatu wassalam, njëjtë si ky ligj universal i profetëve të mëparshëm, do të dërgohet në një popull ku poezia ishte në kulminacionin e saj. Poezia arabe ka qenë një nga gjërat që arabët krenoheshin, arabët konkuronin me njëri tjetrin, fiset konkuronin me njëri tjetrin. Kush do të bënte poezinë më të bukur, ajo poezi varrej në murin e Qabes deri në sezonin tjetër të haxhit, dhe poetët që fitonin, që konkuronin, duke qenë se përfaqësonin një fis të caktuar, ishin njerëzit më VIP të asaj kohe, njerëzit më të famshëm, më të pasur, paguheshin sepse krenonin fisin e tyre, krenonin emrin e tyre. Dhe në këtë formë profeti Muhammed alayhis salatu wassalam do të dërgohet me Kur'anin famëlart, Kur'ani që do të vi me një gjuhë superlative të letërsisë arabe, gjë e cila do t'i konkurojë edhe poetët më të mëdhej të asaj kohe. Por ajo çfarë është e rëndësishme për ne, ky emër poetët që kalon në një prej sureve të Kur'anit, tregon rëndësinë dhe ndikimin e madh që pikërisht këta njerëz kishin në atë kohë, që mundeshin këta me poezitë të tyre ose të bënin mirë në shoqëri siç e tregon Kur'ani famëlart, ose të bënin dëm dhe ti shpërqendronin njerëzit dhe ti largonin nga rruga e vërtet. Dhe të shikojmë tashmë se çfarë përmban kjo sure, që në fakt vetë emri i kësaj sureje vjen prej ajetit 224 në ajetet e fundit, pra një sure që e tëra pothuajse ka zbritur në Mekë, por sipas disa dietarëve ajetet e fundit të kësaj sureje kanë zbritur në Medinë. Ndërkohë Allahu thot në Kuranin famëlart: "Wa shu'ara'u yattabi'umul ghawun." E përsa i përket poetëve, që Muhamedi alayhis salatu wassalam nuk ishte një poet, këta i ndjekin të humburit nga e vërteta. Pra janë njerëzit që i ndjekin këta poetë, sepse në një hadith profetit alayhis salatu wassalam thot: "Inna fil kalami la sihr." Nuk ka dyshim që tek fjala ka magji. Në kuptimin ka njerëz që flasin aq bukur, ka njerëz që me të vërtetë tregojnë diçka në mënyrë aq të bukur sa që mahniten njerëzit. Do të thotë që fjala ka ndikim drejt për drejt tek dëgjimi i njeriu, tek emocionet e tij, tek bota e tij shpirtërore. Dhe ajo çfarë Islami më pas na mëson është që cilësitë e mira që njerëzit kishin edhe para Islamit, i mori Islami, i pastroi nga çdo idhujtari dhe i përdori më pas në të mirë të shoqërisë, në të mirë të Islamit, në shërbim të tij që të kishte më pas pra efekte pozitive në shoqëri. Dhe po ashtu thot Allahu xhaleshanu duke
pikërisht i përmendur këto poet tashmë që bënin çmos që të bënin zhurmë të madhe kundrejt fjalës së Allahu xhelle shanu, elam tara anhum fi kulli wadin yahimun. A nuk i shikon ata, thot Allahu xhelle shanu, këto poet që hidhen nga çdo anë, nga një lëndin në një lëndin tjetër, lavdërojnë apo përqeshin duke dashur Allahu të tregojë ndikimin e madh që pikërisht këta njerëz kishin në shoqëri të asaj kohe. Të dashur besimtar, poetët me poezi e sulmonin islamin në çdo kohë, sidomos poetët flasin për ata që ishin jo besimtar. Në çdo kohë dhe në çdo mënyrë, sa t'u jepej atyre mundësia, më njëherë do të thurnin poezi, qoftë për të sharë dhe ofenduar profetin alayhi salatu vesselam, apo njerëzit që ndiqnin atë, apo edhe vetë islamin në tërësi. Dhe për shembull, në Kur'anin famëlar Allahu i ka spikatur disa thënie të tyre dhe i ka veçuar në Kur'anin famëlar, ku tregohet wa yakuluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun, dhe thonin këta, a ne do të braktisim zotat tan për një poet të çmendur, duke i thënë profetit alayhi salatu wasalam në këtë formë, sepse ata e quajtën Kur'anin poezi, sepse ata nuk po e pranonin Kur'anin si fjalë të Allahu xhelle shanu. Pastaj thot Allahu po ashtu në Kur'anin famëlar, pra ti përkujto me Kur'an o Muhammed, pra çfarëdo që të bëjnë ata, ti vazhdo me shpalljen e Allahu xhelle shanu, sepse vetë shpallja e Allahu xhelle shanu, mënyra e përdorur e gjuhës arabe, këta poetë sa do të aftë ishin në artikulimin e fjalëve dhe thurën e poezive, nuk mund të vinin në baraspesh me mënyrën se si ishin të thurura fjalët që kishte shpallur Allahu xhelle shanu. Pra ti përkujto me Kur'an se me dhuntin e Zotit tënd, ti nuk je as falltor e as i çmendur. Dhe po ashtu Allahu thot innahu laqawlu rasulin karim, nuk ka dyshim se Kur'ani është fjalë e Zotit xhelle shanu që e lexon i dërguari i Allahut. Ai nuk është fjalë wa ma huwa biqawli sha'irin qalila ma tu'minun, nuk është fjalë e një poeti, por ju pak besoni, wala biqawli kahinin qalila ma tadhakkarun, nuk është as fjalë ndonjë falltori, por ju nuk përkujtoni. Në këtë ajet e kemi lexuar gjithashtu tek surja Taha, që kemi thënë këto shkronjat që ishin mrekulli për profetin alayhi salatu wasalam, që u shpallën si një sfidë arabëve, që ja dhe ju me shkronjat arabe, siç edhe Kur'ani është shpallur, bëjeni një sure, bëjeni një ajet, apo sillni diçka të ngjashme me Kur'anin, gjë e cila ishte e pamundur, dhe treguam gjithashtu edhe ngjarjen me Omerin radhiyallahu anhu, që shkoi ta dëgjoi profetin alayhi salatu wasalam, dhe kur po dëgjonte që profeti po recitonte surën Hakka, mendoi Omeri me vete që kjo është fjalë e një poeti, dhe erdhi pikërisht në këtë ajet, ku Allahu tha që me të vërtetë nuk është fjalë e ndonjë poeti. Atëherë mendoi Omeri që është fjalë e ndonjë magjistari, por jo, tha, nuk është as fjalë e një magjistari, por ajo është fjalë e Allahu xhelle shanuhu. Të dashur besimtar, siç e shikojmë, Kurani famëlar, Islami pra në tërësi, këtë poezi të keqe e cila pra njerëzit i devijonte nga rruga e vërtet, pra këto fjalë, ose thënë ndryshe çdo gjë që bëj për të mbuluar të vërtetën, sepse thelbi dhe mesazhi kryesor ky është i kësaj sureje, çdo aktivitet që bënin njerëzit, armiqtë e Islamit, për të mbuluar të vërtetën, për të mbuluar dhe për të i bërë njerëzit të largoheshin nga fjala Allahu xhelle shanu, Islami patjetër që do ta sulmonte këtë gjë, nuk do ta pranonte. Por ama nga ana tjetër, të njëjtët poet, por që poezinë e tyre e përdoren për të sulmuar poetët që sulmonin Islamin, që e kishin pranuar Islamin. Para Islamit ishin poet që bënin poezi si gjithë të tjerët, konkuronin, por duke e pranuar Islamin, duke u nënshtruar fjalës së Allahu xhelle shanu, tashmë këto sulmonin poetët që sulmonin Islamin me poezitë e tyre. Dhe përsëri këtu është një kleçk shumë e rëndësishme, një detaj shumë i rëndësishëm, për të kuptuar të dashur besimtar se në kohë të ndryshme, në situata të ndryshme të shoqërisë, mund të ketë disa gjëra elementare, thelbësore, që nëse do të përdoren siç duhet në mënyrën e duhur, do të ndihmojmë, do të jemi prej atyre që bëjnë yujahidun fi sabilillah, bëjnë xhihad në rrugt të Allahut xhelle shanu, përpiqen për të ngritur fjalën Allahu xhelle shanu. Dhe kjo patjetër që është një mësim i madh gjithë secili prej nesh, që për shembull arrim të kuptojmë, siç thotë fjala jonë e bukur shqiptare, plumbi del me plumb, që do të thotë nëse të sulmojnë me një mënyrë, dhe ti duhet të gjesh të njëjtën mënyrë për ti kundër sulmuar ata. Nëse ata kanë një
diçka të rëndësishme që ndikon në shoqëri, për shembull siç kemi sot median, siç kemi sot televizionet, siç kemi sot rrjetet sociale, kur të gjithë i përdorin të njëjtat mekanizma, po për të fshar islamin, për të ulur muslimanët, për të hedhur zi dhe fjalë nga më të këqijat që të sulmojnë të fetë Allahu Xheleshanu, atëherë është i njëjti mekanizëm që nëse do të merret siç duhet nga ana jonë si musliman, do ta përdornim atë në rrugën e duhur për të ngritur fjalën e Allahu Xheleshanu. Por këtu çfarë kuptojmë? Jo vetëm profetit alayhis salatu vesselam, patjetër që ai e kishte detyrën e tij thelbësore, por shohim që edhe njerëzit që e besuan luftonin për të lartësuar islamin, bënin përpjekje detyrë për të lartësuar islamin, që do të thotë që secili për ne si musliman sot kemi mënyrat tona për të kontribuar sadopak në davetin e islamit, për të ftuar njerëzit te kjo fe e bukur, për t'ia treguar atyre fen, fjalën e Allahu Xheleshanu, me të gjitha mundësitë që ne kemi. Sepse shohim pra që për të punuar për islamin nuk është një e drejtë ekskluzive e një individi, apo e dy individeve, apo një hoxh, apo një muftiu. Përkundrazi, për të punuar për këtë islam është obligueshmëri e të gjithë umetit islam, me mënyrat e tyre që i kanë mundësi. Patjetër ndoshta Zoti s'ta ka dhënë, e supozojmë, aftësinë e të folurit, por kemi sot çuna të ri që janë shumë të aftë në teknologji, në programime, në të gjitha fushat të ndryshme që thamë që mund të ketë një mënyrë për të shërbyer në kauzën e islamit. Dhe patjetër do të kujtojmë hadithin e profetit alayhis salatu vesselam që tha për atë që kujdesej për kuajt që do të luftonin muslimanët. Në stallën e kuajve, ai i stërvit ato kuaj, i ushqen ato kuaj, i mban gjithmonë në formë që të jenë gati për të shkuar nëse do të thërriste çështja për xhihad, për luftë islame, dhe thot profeti alayhis salatu vesselam, sikur gjithë jetën ky kujdestari këtyre kuajve të kujdesen me niyetin që sidoqoftë unë jam i gatshëm që këtë punë që më është caktuar, kur të vi momenti të shërbej për islamin, sikur kurrë mos të bëj luftë në kohën e tij, ai do të konsiderohej sikur të ishte në front të parë të luftës. Pse? Sepse shërbimi i tij dhe niyeti i tij, sadopak në një punë ku ai është dhe vepron, do të shpërblejë në këtë formë tek Allahu Xheleshanu. Dhe nga ana tjetër shohim që pikërisht Islami do ta nderojë pikërisht këtë individ, këtë njeri apo këtë fenomen që ai njeri do të jetë i aftë ta përdori për të mirën e islamit. Dhe kështu, po më pas Allahu, poetët po të njëjtës kohë, siç tham, një pjesë të poetëve i sulmoi dhe nuk ja pranoi atë, nga ana tjetër poetët që filluan të lartësojnë islamin me poezitë e tyre të ndikonin në shoqëri, shikojmë që islami i lartësoi. Dhe thot Allahu i lartësuar në Kur'anin Fisnik, përveç me përjashtim thot të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që e përmendën shumë Allahun dhe që u mbrojtën, pasi atyre ju bë padrejtësi. E ata që bën zullum do ta kuptojnë se ç'përfundim do të kenë një dënim të ashpër dhe vendi i tyre do të jetë xhehenemi. Dhe është e famshme në historinë islame një prej besimtarëve Lebib ibn Rabia në kohën e profetit alayhis salatu vesselam, saqë ky bëri një poezi dhe që profeti alayhis salatu vesselam do ta nderonte këtë poezi të tij dhe do ta vlerësonte. Dhe tha profeti alayhis salatu vesselam, e transmeton Buhariu, ku thot kale Nebiu sallallahu alaihi wasallam, azdaqa kalima qala sha'ir kalimatun Lebib. Fjala më e vërtetë që mund të ketë thënë një poet është fjala që tha Lebibi. Çfarë tha Lebibi? Ala kulli shay'in ma khala Allahu batil. A nuk është çdo gjë tjetër e humbur përveç Allahu Xheleshanuhu? Ai këtë e tha në formën e një poezie dhe profeti alayhis salatu vesselam do ta vlerësonte këtë fjalë duke nënkuptuar pra që pikërisht në shoqëri të punoje për islamin në një farë formë apo në një formë tjetër siç ti kishe aftësitë, do të vlerësohej nga ana e Allahut Xheleshanu. Prandaj të dashur besimtar, këtu kuptojmë që gjithë secili prej nesh me mundësitë dhe përpjekjet e tij duhet të punojë për hadër të Allahut Xheleshanu. Ajo çfarë është e rëndësishme për ne është kjo. Çfarë do që të thonë njerëzit? Siç edhe e shan profetin alayhis salatu vesselam, i than magjistar, i than profetit alayhis salatu vesselam poet, i than atij që është farsosur e shumë ofendime të kësaj natyre. Por profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur nuk u ndal nga misioni, kur nuk u ndal nga e drejta, nga ajo çfarë e shpalli Allahu Xheleshanu. Prandaj gjithë secili prej nesh është i obliguar nga ana e Islamit që të veprojë në jetën e tij në atë çfarë e kënaq Zotin
dhe në të ri larg asaj çfarë i dhëron Zotin. Të punoj diçka që është në shërbim të lartësimit të fjalës së Allahu xhaleshanu. Maj sa Zoti i ka dhënë mundësi. Gjithsecili ta mbaj mësim të kësaj hutbe të xumas. Çdo kush prej nesh e ka mundësinë të kontribuojë sadopak në këtë fe të Zotit xhaleshanu. Gjithsecili prej nesh, Allahu nuk e merr askënd në përgjithësi për te mundësive tona, por ato mundësitë që na i ka dhënë do të na pyesi për to. Do të na pyesi për çdo mirësi që na ka dhënë që nuk e kemi kthyer atë në shërbim të fjalës së Allahu xhaleshanu. Dhe pastaj kur njeriu do t'i ketë këto parime të mëdha, do të na kujtohet fjala e Imam Shafiut radhiyallahu an, Zoti qoftë i kënaqur me të, që ka thënë një fjalë të madhe që patjetër është një nxitje, edhe është një përgëzim për gjithë secilin që punon për atë të Zotit, është një përgëzim që për gjithë secilin që kërkon kënaqësinë Allahu xhaleshanu, dhe nga ana tjetër është trishtim për aty që ndikohet nga fjalët e njerëzve, apo më shumë jep rëndësi asaj çfarë njerëzit kanë për opinion, se sa asaj çfarë Allahu xhaleshanu dëshiron. Dhe thot Imam Shafiu radhiyallahu anhu, kush mendon thot se do t'i shpëtoj fjalëve të njerëzve, le ta di që ai është i çmendur. Kush mendon se do t'i shpëtoj fjalëve të njerëzve, le ta di që ai është i çmendur. Ata njerëzit shpikën për Allahun Trinitetin, thanë për profetin alayhis salam që është poet dhe është i çmendur, e ti pret vallë që mos flasin njerëzit për ty, mos të komentojnë njerëzit në lidhje me ty, por ama duhet të dim që fjalët e njerëzve janë sigurët. Ose do t'i mbartësh dhe do t'i vendosësh mbi shpinë dhe do të thyesh kurrizin me ato fjalë, ose do t'i shtrosh nën këmbë, e do të shtrosh rrugën, e do të ndërtosh ura që të kalosh mbi ato fjalë. Prandaj mos u merr me opinionin e njerëzve mbi ty, por preokupohu me atë që e kënaq Allahun xhaleshanu. Prandaj e rëndësishme për ne është që çfarëdo që të bëjmë, sido që të jetojmë jetën tonë, çfarëdo synimesh dhe qëllimesh që kemi për jetën tonë të dashur besimtar, duhet të mendojmë. A është fundi i këtij qëllimi dhe a është fundi i kësaj pune kënaqësia Allahu xhaleshanu apo jo? Dhe në këtë formë, ne kudo qofshim në çfarëdo situate që të përballemi, kur do t'i kemi këto parime që e dim shumë mirë që gjithmonë do të ketë luftë e hapur midis besimit dhe jo besimit, pozicioni jon duhet të jetë në atë krah që e kënaq Allahun xhaleshanu dhe do të merrnim përgëzimet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj lut Allahun xhaleshanu që të jetë ky emër i kësaj sureje, pra poetët, një mësim i rëndësishëm për ne që të dimë se si të përballemi në situata të ndryshme në shoqërinë ku ne jetojmë sot, dhe lut Allahun xhaleshanu që të na bëjë prej tyre që të shërbejmë sadopak në lartësimin e fjalës së Allahut xhaleshanu, dhe Zoti xhaleshanu na dhën sukses të gjithëve. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.